Temperaturat e larta kanë përfshirë pjesët më të madhe të kontinentit këtë javë, duke rezultuar në çrregullime dhe 10 viktima. Një analizë e re nga grupi i ekspertëve për energjinë Ember zbuloi se një shtëpi tipike në Mbretërinë e Bashkuar me panele diellore në çati gjeneroi energji elektrike të mjaftueshme për të furnizuar me energji një njësi kondicioneri për 5 orë në ditë gjatë periudhës së nxehtë. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë vlerëson se ftohja, që është kryesisht me kondicioner, por përfshin edhe ventilator, konsumoi rreth 2100 terawatt/orë energji në vitin 2022. Kjo është rreth 7% e energjisë elektrike në botë nga ai vit. Një pjesë e kësaj energjie elektrike vjen nga lëndët degëse fosile, prandaj ajri i kondicionuar shpesh shihet si një titës i emetimeve të karbonit. Në vitin 2022, IEA vlerësoi se ftohja e hapësirës shkaktoi rreth 1 miliard ton dioksid karboni nga përdorimi i energjisë elektrike, pothuajse 3% e totalit të emetimeve të dioksidit të karbonit. Edhe pse kjo mund të mos duket domethënëse, ekspertët parashikojnë që njësitë e ajrit të kondicionuar mund të trefishohen në 3 dekadat e ardhshme, duke arritur një shifër marramendëse për 5.5 miliard instalimesh, ndërsa ndryshimet klimatike vazhdojnë të rrisin temperaturat. BE-ja, e cila ka një përdorim të ulët të kondicionerëve në krahasim me rajone si SBA-ja, parashikohet të ketë më shumë se 275 milion njësi kondicioneri deri në vitin 2050. Vala e fundit të nxehtit në Francë, e cila pa temperaturat të thyenin në rekorde, ka shkaktuar debate politike. Pavarësisht se sa efikase nga ana energjetike është një njësi kondicioneri, procesi thithjes së nxehtësisë nga brenda një shtëpie dhe nxjerrjes së saj jashtë kontribuon në efektin e ishullit të nxehtësisë urbane. Kjo ndodh kur nxehtësia bllokohet midis ndërtesave të larta dhe absorbohet nga sasitë e mëdha të asfaltit dhe betonit që gjenden në qytete përpara se të lirohet përsëri në ajër. Kjo është arsyeja pse qytetet më të mëdha kanë tendencë të projektojnë një stres më të fortë nga nxehtësia.